Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u prit me brohorime e ovacione nga e qindra e qytetarë të Hasit në takimin përmbylljes të fushatës në këtë zonë. Lideri i Partisë Demokratike u zotua se në javën e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike, qytetarët e Veriut do të udhëtojnë drejt Tiranës pa tarifa, duke premtuar anullimin e taksës së rrugës së Kombit dhe rrugës Thuman Kashar, të vendosura nga qeveria Rama. Javën e parë taksa Rama hidhet të dri. S'do paguani kur më ju. Taks për të ardhur në Tiranë. Dhe jo një po dy. Ta din mirë. Javë e parë ato zhduken nga autostrada. Kreu-demokrat premtojnë mbështetje për bizneset dhe për emigrantët që do të kthehen të investojnë atë dhe për të luftuar plagën e shpopullimit që ka prekur ndjeshëm qarkun e Kukësit. Bizneset e vogla, energjinë do ta paguajnë me 3 herë më lirë, 6 lekë kilovatin. Tarife ujë do përgjysmohen. Tavanet për tatim fitimin dhe të vëshën do rriten nga 100.000 dhe 140.000 që janë sot në 180.000. Bizneset e mëdha do ketë taksë në 60%. Lideri i Partisë Demokratike tregoi para qytetarëve rrëfimin e një drejtori socialist për të ilustruar lidhjet e qeverisë me krimin dhe se si kriminalët diktojnë emërime në poste kyçe të administratës. Drejtor i rëndësishëm më dërgonte një mesazh rrëfimi. Drama e historisë ishte kjo. Atë drejtore kishte bërë një bandit, i cili tek ministri i kishte kërkuar dhe emroje drejtor. Po me çfarë kushti? Hera parë që dëgjoja dhe unë. Me kushti që ky drejtor do t'i jepte atij rrog 10 banditit 10.000 euro çdo muaj. Dhe unë sot thot, më mirë të mos jem, sepse nëse nuk bëj 10.000 euro, nuk e di se çfarë më pret. Po për t'i bërë 10.000 euro, unë duhet plaçkis njerëzit e varfër. Ky është një shembull i njeriu që më në fund gjeti forcë tek vetja e tij për të rrëfyer një sistem plaçkitës ndaj jush. Një javë nga zgjedhjet parlamentare, kryetari i opozitës ju bëri thirrje qytetarëve të votojnë ndryshimin, teksa paremroi kryeministin Rama se 11 maj do të shënojë fundin e tij. Nxjerr nga goja vetëm tryllime mashtrime se si të mund të marrë votën e të mashtruarve. 11 maj është ditë e çdo shqiptari, e çdo afdetari, e çdo asiani. Me 11 maj përcjellim Edi Ramën, atje ku e ka vendin. Është i mbaruar.